أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Zgjohu, 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 si firi popret Zgjohu, 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 a do mbereqet Falu, 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 namazi është drit Falu, 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 me zemër e shpit Falu, 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 namazi është drit Shkues të ndëruar, asalamu alaikum. Ja, pra, kaloj edhe një ditë e Ramazanit, ndërsa ne vazhdojmë me emisionin ton të rregullt për çdo ditë nga një emision. E ndërsa sot e kemi mysafir Hoxhën e nderuar Metush Mehmeti, Hoxhë i nderuar, mirë se erdhe në emisionin ton, merr frymë enkas për muajin e Ramazan. Zoti shpërbleft për këtë organizim të duhur këtë muaj. Faleminderit shumë për ftesën. E mendoj që do të kalojmë mirë një ditë brenda muajit Ramazan. Amin, elhamdulillah. Tema, Hoxhë, është si ta kalojmë një ditë Ramazanit. Si ta kalojmë një ditë, ne do t'i kalojmë 29 ditë Po, këtë muaj. po. Mirë po, një ditë dhe një natë. 24 orë, se thoj. 24 orë, si t'i kalojmë muajin Si Ramazan. duhet ta kalojmë, po, Si duhet, ose si do të ishte më mirë. absolutisht. Ta kalojmë një ditë dhe një natë muajin Ramazan. Unë mendoj që puna e parë, që duhet me e pas të gjithë njerëzit në botë, posaçërisht besimtarët në muajin Ramazan, sinqeriteti. Niyeti, qëllimi. Për çka i na të bo? Çka ka të bëjë Ramazani me ne? Me çfarë qëllimi kemi hyrë në muajin Ramazan? Çka është puna jonë brenda këtij muaji? Nëse qëllimin e kemi sinqeritetin, qëllimi i mirë, niyeti i mirë. Se fjala niyet o qëllim. Nëse niyetin e kemi të mirë, të pastër me Zotin, jemi të sinqert me Zotin. E pastaj me të gjithë njerëzit që në rrethojnë. Mendoj që shumë mirë do të kalojmë një ditë dhe një natë brenda muajit Ramazan, por edhe tër muajin Ramazan. Pse se Allah subhanahu wa taala i lidh të gjitha punët me sinqeritet. Nëse sinqeriteti mungon, vepra fizike pse ndodh, nuk pranohet te Zoti. Me qenë se sinqeriteti është i pastër, jemi të lidhur me Zotin, mendoj që dita dhe nata do të jetë në rregull dhe do të jemi të suksesshëm brenda 24 orëve gjatë Unë Ramazanit. kam dëshirë mi thjeshtëzues gjonat, sepse kemi shikues që edhe nuk e din gramatikën plec në gjysha. Ju jeni duke fol për sinqeritetin atë aspektin që nëse agjeron për diçka tjetër, jo për Allah, ka të keja, po. Duhet veç ekskluziv veç për Allah. Po, zatën, agjerimi vetëm për Allah është. Interesant adhurima. Se realisht para çka sinqeriteti është në pyetje. Sa a mundesh mos më agjeru edhe me ditë njerëzit që agjeron? Shumë thjesht. Po, dhe. Agjerimi Ha, të shpia kur të lashtë jam agjerushëm. është adhurim që është direkt me Zotin. Por atë çka Zoti thotë, unë për agjeruesi shpërblej direkt. Edhe shpërblej pa kufi. Nuk ka agjerimi numër të caktuar sa se vapi merr. Nuk ka. Do me thonë, Allahu subhanahu wa taala shpërblen direkt për agjeruesin shpërblime pa kufi. Pse se është adhurim i msheft. Unë, për shembull, mundu me thonë jam agjerueshëm, ama në realisht nuk jam agjerueshëm. A mundet me ditë duke shpër njerëzve? Nuk mundet me ditë. Nëse e vendosi une kemi fshehur, nuk mundet me ditë. Ama Zoti e di. Por atë shkak duhet me qenë sinqert me Zotin. Se Zoti është absolut në diturije, i shef gjithçka, ndëgjon gjithçka, din gjithçka. Do të thonë agjerimi ka të bëjë me sinqeritet, me qëllim të pastër. Nëse e kam qëllimin e pastër, i po njerëzit që i përmendë pak ata më të moshuarit tonë. Po 70 vjet i ka, 80 vjet, 100 vjet i ka. As një minutë nuk e sa do që agjerimi është dimër, është aftofta, nxefta, verë, ai
Nuk e prish agjerimin. Pse? Se është i pastër, është i sinqert. Me Allahun e ka lidhë këtë punë. Po, njeriu që lidhet me Zotin, i kalon 24 orë Ramazane, i kalon 30 ditë Ramazane, e kalon Ramazanin kuran në ora 8, 20, 21 minutë, mbrëmje. E kalon Ramazanin kuran dimën në ora 4, në akşami, sa thirë zanin 4, 30, nuk ka problem. Si vetë do të ishtë ma herët. Po nuk ka problem për ne. Për besimtarin e ka provu dhe në tejtë. Nuk ka lidhje. Dhe me thonë, këtu prap do të dalë të sinceriteti. Nëse jemi të sinqert me Zotin, nuk kanë edhe 24 orë me që Ramazan nuk ka problem. Dhe me thonë, si pike e parë është sinceriteti. Gjdo vepër që e bëjmë për Allah. Unë e besha kështu ta, pasi që... Vazhdo, bisedë e lirë, po. Ma bane pyetjen, qka kishim pas mundësi me banë brenda 24 orë, ose një ditë dhe një natë Ramazan. Unë fillova me sinceritet. Po kështu, për shembull nata e Ramazanit, si fillon? Fillon me sifirin. Me iftarin. Unë po them, ajo dita iftarit është prej sifir për e filloj. Po, për sifir. Nata e pastaj dita, kështu do filloj. Unë e fillova prej sifirit, pastaj do të dalë mbrenda ditës, çfarë mundemi me bë. Pastaj iftari, pastaj edhe namazi mbrenda saj edhe namazi taravis. A ka mundësi kështu të filloj? Po, patjetër. Kështu mas mirë ti. Pra, sifiri. Sifiri a ka bereqetin e vet, a ka mirësinë e vet, a i ka të mirat e vet, 100%. Tash këtu, ose do ta bëjmë sifirin si na ka hija dhe si është rregulli, si e ka bën Muhamedi Islam, ose do ta bëjmë me logjikën tonë. Me logjikën tonë, më mirë do të ishte sifirit ham ka ora 12:01 natës, e të bëjmë me fletë, e të zgjohemi në 7-8, shkojmë punë e kështu me radhë. Ama feja nuk është me logjikën tonë. Feja ka rregullat e veta dhe është mirë ti përmbahemi rregullave që i ka parapas Zoti në Kur'an për njerëzit, e pastaj Muhamedi Islam i ka shpjegu, i ka sqaruar nëpërmjet traditës haditheve të vetë. Thotë sifirin të avononi sa më shumë. As 1 minutë mos e bëni më herët. Se bereqeti është në sifir. Edhe apo thotë që ta kuptojnë edhe ata që s'dinë më ka... Nuk as gan lëk sa më gjatë më gjeru. Jo. Nuk i e ma trime edhe ma burë. Ma muslimani mirë. Se e ke zgjatë iftarin edhe ka hangë sifirin më herët. Jo. Sifirit duhet ha sa më vanë. Shembull se hipotetikisht po flasim, në 4:30 në mëngjes, kalon koha e sifirit. Ti deri në 4:29 presje 59 sekunda. Në momentin që para se me thonë muezini Allahu Ekber, ose kur hin koha e sifirit, ti e ndërprej ushqimin. Se bereqeti në sifir. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka lavdruar dhe ka preferuar të vënohet sifiri e të hahet më herët. Domethënë e fillum kështu. Tash pas sifirit vjen cili namaz? Namazi sabahut. Namazi sabahut. Edhe këtu i kemi 2 kategorit njerëz. Plus i treti. 2 janë që falen. Kategoria e parë, që unë mendoj që duhet me qenë brenda kësaj, duhet me dalë në xhami. Se këtu të ne, Shkup, si ta përfundon sifiri, dhe sa të thirë e zani, 30 minuta i kemi. Apo, kemi kohë me marrë abdes, edhe me shku në cilën xhami duam Shkup. Po se cili mendoj që në atë kohë shkon të xhamia më afër. Se agjërimi nuk ka me kuptim pa namaz. Agjërimi lidhjen e ka me namaz, lidhjen e ka me Kur'an, po ngadal. Fillimisht me namaz. Tash, dikush bën pyetje, a pranohet agjërimi pa namaz? Po, lene feja çka thot, logjika çka thot. E di si vjen kjo? A kishe pas mundësi me shku në shkollë pa mësu? E di, ke shku në dete, më s'ke hinuj. Për shembull tash, ndoshta analogjia nuk është në rregull. Nuk ka me kuptim agjërimi, natë ditë, tërë ditën me ndejt agjërueshëm,
për me u bo më i devotshëm të Zoti e më na shkalu namazin. Para unë mëse veten dhe të gjithë njerëzve që do të na dëgjojnë, domethënë namazin e fal në xhami. Edhe pse kategoria e ditë kemi ndoshta më pak janë që e falin namazin në shtëpi, hin koha namaz dhe e falin në shtëpi dhe normale, binë me fletë, pushojnë, në rregull. Nuk ka gjumi i ndaluar Ramazan, mund edhe me fletë, po jo me tepru. Gjumi nuk e prish Ramazan. Jo që unë e preferoj. Çka ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Sa më shumë me ecë duke shkuar në xhami, më shumë sevap merr. Mos lasim për namazin me xhamat. Namazi me xhamat është më i vlefshëm dhe më i dobishëm se namazi vet për 25 ose 27 gradë. 25 ose 27 sevapi i ke më shumë se sa më fal vetë të shtëpia. Nëse falesh vetë të shtëpia, vetëm obligimin ndaj Zotit e ke përfunduar, ke kry. Ama nëse falesh në xhami, edhe obligimin ndaj Zotit plus 25 ose 27 sevape, dy transmetimi janë për punën e sevapeve ose për të mirave që Zoti t'i jep se falesh pas imamit. Që do t'i gjesh ditën e gjykimit. Po normale, këtë punë lidhen me ditën e gjykimit. Po, dakor. Nëse në këtë kohë, në këtu brenda kësaj bote, i lidhim të gjitha punë se si do t'i dalim në qosh, për shembull mësimin, provimi, puna, rroga, gjithçka lidhet me një Me fundin, po. me një dobi, apo edhe adhurimi, ashtu Allah e ka caktuar. Secilin adhurim e ka lidh me sevap dhe ka lidh me të mirat në ditën e gjykimit. E puna më e madhe që mundet me ndodh një njeriu është hyrja në xhennet inshallah. Amen. Alhamdulillah. Të kthehemi pra. Namazi sabah. Do me thonë namazi sabahut, mirë po tash, namazi sabahut prap brenda atyre që shkojnë në xhami ka kategori. Kategoria e parë që shkon para se me e thirr ezani. E ndëgjon ezanin. E përsëri o mirë me e përsëri secili atë që e thot muezini. Për shembull muezini thot Allahu Ekber, ti si xhamat thua Allahu Ekber, deri në fund. Pastaj i fal sinet. Pastaj lidhesh imami Allahu Ekber në farzet e sabahut, ti Allahu Ekber. Kategoria e ditë. Imami në ditën rekate henes hin xhami. Cila është më e vlefshme? Absolutisht e para. E para. Ama dhe dita nuk është për më u fuk. Unë s'po e s'pana shkalloj ditën. Edhe ai ka namazin me xhamat, sen, mirë, po cila është më mirë? Por atë çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që shkon në xhami dhe lidhet me imamin. Po. Imami Allahu Ekber, xhamati Allahu Ekber. Kjo më i miri. Më i miri, po. Duke mos e na shkallu tjerë. Do të thonë kategoria e parë është ata që shkojnë falën në xhami. E dita që nuk kanë shkalohet, ata që falën në shtëpi, çka më i bë tretës që nuk e fal hiç. Allahu na ruaj nga kjo. Allahu ju zoft ata dhe neve. Është mirë nëse jemi agjërueshëm. Ti bi mas kësaj çështje. Namazi numër 1. Namazi, shive. Para agjërimit të namazit. Para agjërimit. Shive kushtet e fesë shumë bukur janë të rënditura. Shahadeti, pastaj vjen namazi. Namazi është bën detyrë për njerëzit obligim në qiell, në Miraç, në udhimin e Muhamedit që ka bën Miraç. A këta tjerat janë me kushte tjera. Shembull, namazi. Nuk ka asnjë argument për mos më fal. Nuk mundesh me sjell ndonjë argument se s'jam fal, se mundesh me fal prap. A jam i qartë? Po, po. Ai je i semur, e fal shtrit, e fal ulur, e fal spital, e fal veç me mendje, je i palëvizshëm, falesh me namazi nuk anashkalohet, nuk lihet. Agjerimi ka plus kushte. Nëse ke shëndet, agjeron, s'ke shëndet, nuk agjeron. Namazi, ke shëndet, pa tjetër mu fal. Para mendoj çfarë rëndësie ka namazi. Edhe këta zeqati shembull, ke tolla jep zeqat, nuk jep. Haxhi, ke shëndet, ke mundësi financiare shkon haxh, po nuk ke, nuk bjen si detyrë, ama namazi jo. E për atë shkak unë e mësoj vetë dhe të gjithë tjerë që agjerimi, vallahi s'ka kuptim pa namaz. Edhe i këshilloj të gjithë besimtarët që namazin mos e lini. Ata kalojmë tash. Shkojmë dhe tjetra. Prit namazit, pastaj. Ata që kanë kohë, e falin namazin e sabahut.
Nëse s'ke ndonjë detyrë, ndonjë obligim, është mirë me ndejt në vendin që e ke falë namazin e sabahut. Mos me lëviz. E ban lutjen, ata subhanallah dhikrin, do të thotë përmendjen e Zotit, subhanallah 33 herë, elhamdulillah 33 herë, Allahu ekber 33 herë, pastaj rrit derisa Lindi dielli. po. Një namaz që quhet salatu duha. Namazi pas lindjes së diellit. Dielli fillon me njëherë si të thirë ezanin nga galladal. Apo? Po, po. Mirë po, kur lind dielli komplet, kështu mirë, duket krejt, atëherë hin koha e namazit duha. E tash, duke e prit namazin duha, çka mundet me bën njeriu në xhami? Dhikr. Ama mos me marr telefonin me vetë. Po, ose me lexu Kur'an. Se në momentin që e ke telefonin me veti, i lexon një faqe Kur'an e 3 faqe në Facebook. Problema telefoni, po. Apo unë për vetë jam duke folur. Absolut. Unë po flas për vete, se askush nuk kam angel, as me lat. Po, no. Se cili kena gabimet e tona. Lexon Kur'an, edhe pastaj kur të hin 40 minuta, koha e salat, i fal 2 rekat namaz. Nëse je i lirë, nëse si je i lirë, shkon në punë, gjithçka në rregull. Po shembull e shtunë e diell. Shtëpia s'kujt nuk i ik. E njeriu më i lidhur me Zotin mundet të jetë në xhami, pse nuk të pengon askush. Fal namazin, shkon pastaj, po shon pak ose vazhdon me punët e përditshme që ki. Mirë, do më thonë, nëse folëm për namazin, unë diçka këtu kam përgatit, po nuk ka lidhje, diçka do kalojmë, diçka do përmendim, po. Mirë. Brenda ditës dhe natës, o një hadith që po du me përmend. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men sama Ramadan, ai i cili agjeron muajin Ramazan, imanën, duke besu sinqerisht në Allahu subhanahu wa taala, wa ihtisaban, duke shpresu të Allahu subhanahu wa taala, Allahu ja fal gabimet. Cilat gabime? Gabimet e mëparshme. Kjo vlen edhe për natën dhe ditën brenda asaj ditës dhe natës që jemi duke mos dalim nga tema. Do me thonë edhe njerë, edhe kjo ka të bëjë me sinqeritet. E tash, nëse une e kam hangë si firin në kohë, si pas traditës profetike, e kam falë sabajn me xhamat, me mundësi salatu duha që e përmende. Pastaj shkon në punë ose tasam që je i lirë, e falë drekën në xhami. Pastaj ka dhe një xhami këtu në Shkup, a ka xhami në Shkup që kanë ligjërata pas namazit drekës? Plot. Ndoshta nuk janë plot, po ka. Pas i hindijës me nova plot. Po, unë jam duke folë tash në drekën e arrit. Dreko hoxha Muharremi. Po, të xhamia Isa Beo, ndoshta edhe dikush tjetër. Po. Ne o xhallar nga pak i kemi organizu këta punë. Dikush në drejke, dikush në kindi, që njerëzit, dikush ka kohë në drejke me shku, dikush ka kohë në kindi. Mirë po, pse mos me shku me ndëgju në ligjerat? Qka humbë? Por qka fiton? Gjithë qka fiton? Trego qka fiton. Po hiç mos me fitu asë gjan, qetësohësh. Qetësohësh dhe ke kohë 30 minuta mu lidh me hoxhën, edhe se ne feja jonë nuk ka pa tjetër mu lidh me Zotin në përmet njerëzve. Ty me Zotin direkt lidhësh. Mirë po, kër ndëgjon hoxhën, hoxha veç një ajet mundet me ta tregu, me ta përkthi, me ta sqaru, një hadith mundet me ta përkthi, me ta sqaru, një ngjarje, e pastaj takohesh me njerëz. Qëndrimi në xhami plus. E përmenda, shkuarja në xhami, namazi me xhamat, krejt ata sevape janë. Mirë po përfiton. Tash, njerëzit, jo në këtë xhami, po du me shku në xhamia. Të gjitha xhamijat janë njësej. Të gjitha xhallarët janë njësej. A kemi kohë me shku me ndëgju. Hiç mos hajde të unë. Shko të ai tjetër, veç shko ndëgjo. Se ki pas i ka ardhë kohat e ne.
Ne kemi problem me familjet, kemi problem me perceptimin, me konceptin se çka në kjo dunja, çka është duke ndodhur me njerëzit këtë dunja. Suna, se po ta përmendim. Në këtë botë, kur vritet njeriu, më shumë në këtë kohë apo më herët? Po në këtë kohë më lehtë vritet njeriu, shkatërrohet, masakrohet. E te hoxha kur shkojsh nuk ta mëson këtë. Por atë shumë herë kam thënë, shteti duhet mirë njohje me dhonë në xhallarëve. Unë që 23-4 vite në xhami, jam duke thirrë në paqe, jam duke thirrë në respekt, jam duke thirrë që mos vidhni, mos rreni, mos punoni me kamat. Çato zotit që i ka thonë. E prapë në Ramazan, do t'i përdorim, përmendim, bisedojmë të tema. Edhe dikush thot, shumë herbe ju po i përsëritni. Po çata punë po ndodhin, çata gabime po ndodhin. E njeriu ku e merr mësimin? Po sa gjën këtë muaj? Në xhami. Duke mos anashkalu, sa më duke fol për shkollën, për universitetin, ata duhet me qenë, pa të interesueshme janë. Në ato fol për muajin Ramazan dhe feja dhe Ramazani. Është mirë secili prej nesh shkon të ndëgjon një hoc. Pasha Allahun, ndoshta 100% s'ke me mbajt mend. 1% me mbajt mend mjafton. O veç gjunahet Zoti me t'i fal mjafton. O secili prej nesh ka gjunahe. Pse në Ramazan nuk shkon mendja me xhelozu dika. A nuk shkon mendja me pas inat dika. Po ku mundesh me pastru shpirtin? Ku a vendi që e pastron zemrën? Në xhami. Edhe në xhami kur shkosh, tash ta lidhim Ramazani dhe Kur'ani, ose 24 orë që dhe Kur'ani. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka preferuar që një në muajt, për shembull, mirë në fenë islame me bë hatme, me përfundu. Hatme, do të thonë fillim dhe mbarim me lexu Kur'anin që i ka 6666 ajete. 114 sure. E lexu. Ama Ramazan më shumë. O një hadith që thot Muhamedi sallallahu alaihi tregon po Xhibrili alayhis salam, hadithi kutsi, thot vinte Xhibrili edhe shkonte te Muhamedi sallallahu dhe kanë lexu bashkë Kur'anin dhe e kanë komentuar, e kanë medituar. Se nuk po na veç me lexu. E ke marrë një libër e ke lexu, edhe unë tham, a ka mundësi më na shpjegoj, valla pa, ti nuk më i mend asgjë. Edhe Kur'anin, nuk është veç me lexu. Është mirë me lexu dhe me kuptu, me meditu, me analizu, me shpirt, me mendje, dhe pastaj edhe në vepra. Me lexu në çka ka thonë Allahu. Është mirë me lexu Kur'anin në muajin Ramazan. A nëse shkon në xhami, s'ke veç ka mirë tjetër. E ndëgjon hoxhën, hoxha nuk flet 3 orë aty, 5 orë. Nuk e lodh xhamatin. Në bazë xhamatit, sipas vendi ku vendi. Xhamatin e shef që u ka lodh dhe ndërpret. Diçka në rregull. Aty as ke kohë me lexuar di faqe Kur'ana. 2 faqe, 3 faqe, 5 faqe. Pasha Allahun, veç në Ramazan, sa rrim telefon, me qenë se lexojmë Kur'an, ka 10 hatme secili ban. Sa analizat, po shumë nuk do të thonë se kanë. Sa rri njeriu brenda 24 orëve në Facebook, rrjetet sociale. A ka ndonjë analizë? A ka s'ka? Ka. Po sa, profesisht? Dikon thënë 8 orë, 9 orë, 10 orë. Mendoj që shumë, po çek 4 orë. Por mendoj prej 4 orëve veç 1 orë brenda kësaj me lexu Kur'an. Po çka ndodh? O, qetësohet shpirti, jo vëlla. Shumë probleme me Pasha Allahun, po ne kena probleme shpirtërore. Kena probleme psiqike. Jo psiqike, kena problem psikologjike ta them. Se psiqike mos ke kuptomi. Do të thonë se njerëzit kanë lujt mens. Jo. Se ai që lun mens nuk rrin Facebook. Po valla. Ai që lun mens nuk e di dhe punën se ne gjejnë. Këtë qefët di mi bë, kur vjen koha me fal namazin, ki po një vallave jam lodh, Ramazani po mlodh. A nuk të lodh natën me nejt në kafe, të lodh me shku në xhami. Nuk të lodh këtë qefet tona me i bom natë e dit,
e lodhesh me lexu Kur'an. Kur flas kështu, vetës jam duke i folë. E pastaj tjerë. Më thonë, Ramazanin për 24 orëve, bile një faqe me lexu Kur'an. Nëse s'kemi kohë, mundësi më shumë, një faqe. Por nëse s'mundesh me lexu, po ndëgjojeve, merre telefonin ose televizionin ose YouTube. Po shfrytëzoj YouTube-n. Jo, valla, jobe se rrjetet sociale kanë edhe mundësi të mira t'japë. Edhe hajrë kati. Po, ndëgjojnë edhe një hoç që e këndon Kur'anin kështu dhimbshëm. Pak derdhlot. A e zemra jote pak, se zemra e butë. Nuk ka njeri që e ka zemrën e fortë. Zemra prej gurit e prej mishit. Prej mishit. A bëhet guri? Bëhet guri. Si bëhet? Nuk falesh, nuk e lidhje me familje, nuk e lidhje me Zot, nuk e lidhje me sadaka, me bamirësim, valloj, më i fortë se guri. Tash, e ndëgjum dersin, në drejkë, shembull, nëse i lirë, po thamë, nëse e në punë, kur të kesh kohë, mirë, s'ke kohë, s'ka problem. Lexove pak Kur'an, shëtite, takove dika. Pse, a nuk është mirë, shembull, pas namazit drekës me shku me vizitun dhe një njëri të sëmura. Ose shkon në xhami, e ke bon një jetë me ndëgju ligjerat, mirë po që rastësisht ka një vdekje. Ka një gjenazë në xhami. E falë namazin e gjenazës, edhe hoxha me siguri se nuk do të ketë ligjerat se ka, apo? Edhe tash ku e varosin? Po, filan vendi, s'ka problem. Edhe unë e po shkoj. Pse mos me bon? Se ki po e filozofia të ne, me hum ko pak, që për shkon gjenazë hum ko. Mos u sill, mos man tavaf atje, mos sill në për lagje, pse mos thuj jam duke hum ko, thuj kam dal me shfrytzu kohën. Edhe me qenë se ec, dal me bon sport, mas dreke, mas ikindija, mas savaj. Pa anit e ec, ama thuj duke ec, subhanallah, duke ec, thuj alhamdulillah, duke ec Allahu Ekber, duke ec, thuj astaghfirullah, duke e thuj la ilaha illallah, wahdehu la sharika leh, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pse e mohon një të mirë që Zoti të ka dhënë? Shembull, më takon ti mua, ose ku e të shku, tham kam dal me humb kohën. Se s'po shkon koha deri në iftar. Po ti mos thuj kam dal me humb, thuj kam dal me shfrytzu kohën. Ma ban halal, vllai i nderuar, nuk pata kohë me shku në xhami, nuk pata kohë me lexu Kur'an, mirë po kam kohë me dalë edhe me shëtit, me u taku me njerëz, po edhe duke u shëtit, po e përmendi Allahu subhanahu wa taala. Hipotetikisht, folëm që një ligjerat, pak Kur'an, ose nëse ka një vdekje, shkon në varrime, kthehesh namazin i kindis. Ma mirë në xhami sa në shtëpi. E falë në xhami, e xhamit tona në përgjithësi këtu në Shkup, po edhe mendoj që edhe në Maqedoni, kanë shumica o xhallarëve një kindi, një ligjerat. Shkone ndonjëherë në ligjerat. Po nëse kërko pak Kur'an. Pastaj çka vjen? Vjen iftari, ta'gjilul fitr në gjuhën arabe i thonë, ose shqip i vjen me shpejtu iftarin, jo me bo para kohë. Dhe mos keq kuptohemi, thonë, valla ki hoç kanë ai mirë se një orë, ja. Po mos me vanu për shembull iftarin. Si do ishte më mirë me bo iftarin? Unë kam jetu 9 vjetë në Medinë. Shumë herë më ka ardhur rasti me bo iftar në xhaminë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Si e bën atje iftarin për shembull? Nuk do me thonë që këtu du të me bon, veç me më të regu. Edhe në xhami tjera, se atje iftarin e lidhin me namaz. Ta që di, krejt me i bon të mira të bon. A thire ezani, si të thire ezani, me njerë, bismillah, hurmen, e ban lutjen. Si o lutja, dhehebe dhame u, shkojetja, o ibteletil oruku, u mbushën venët, o thebet el egjru, insha Allah, dhe u vërtetua se vapi me dëshiren Allah subhanahu wa taala. Kjo lutje e bukur është farz apo sunet? Sunet.
Nëse nuk e ban, nuk prish punë. Nuk prish punë. Ose thuj, o Zot, ma ban kabul, ma prano këtë ditë të agjerimit, se e kam bon për hirë të andë. Shumë thjesht, shqip. Nuk ka ndjenjë zemër, po. Po shqipe nuk ka pa tjetër arabisht, shumë herë akuzojme nëse veç arabishte. Po mirë me shqip thuje. Thuj, Allah, heq mës me ditë, diçka. Valla, nuk i mbaj mend të lutjet, po mirë me një lutje prej vetës, as din me e thana. Po Allah ma ban kabul. Ma prano. Edhe, po të thamë, ajtë me dine si një hurë, ujë. Do kosat vogli, i të so buk, për 7-8 minuta, pak sa me mbush lukthin. Pas ta i thiri kamet. I kamet, do me thonë, i thiri njerëzit, tash mu pregadit se fillon namazi i farë si akshamit. E falin akshamin, e pas ta i se i shkon në shtëpinë e vetë, e ha atë darkën e iftarit, ta themi atë, darkën kryesore, ushqimin kryesor. Të ne edhe këtu pak o problemi. Të normale, tash, njerëzit të unta, po. 2 motor, 5 motor, 7 motor, pa buke, pa uj, edhe iftarin dhe ne ham pak si shpejt dhe shumë, edhe e mbushim lukthin mirë, pas taj as akshamin problem si ta falim, plus taravia problem si ta falim, ose atësia. Unë e kisha preferu që prapë pëmë se vetën, po edhe në shtëpi. Nëse ka thire zani, s'kena mundësi me do në xhami, se vendi prej vendit ka dalim. Pra të është në Arabinë Saudit, sepse organizohet në atë mënirë, nuk do me thonë që edhe të ne du të më organizu në atë mënirë. Në shtëpi. A një hurën, pi pak uj, fale akshamin, e pastaj fillon me iftarin, nga dal, se haja ushqimit shpejt. Unë për vete, pak i shpejt jam këtë punë. Ama nuk kanë regull. Nuk kanë regull. Ose nuk preferohet edhe me fej. Në me thonë, feja islami, kër i stjaron këta punë, Zoti i stjaron në përmet Kuranit, ma islam në përmet hadithit, gjëse Zoti ka dobi ose s'ka dobi. Ne kena dobi edhe s'kena dobi. Në me thonë, gjithë shka që bëjmë me regula, është të dobishme për ne. A i kondrështove regullat, kush humbë? Humbë unë, ti dhe njerëzit. Mirë, tash, u kri iftari. E falem akshamin. E hangërëm atë iftarin kryesor. Gjithë shka në regull. Po shumë pak, vjen namazi i atësis dhe namazi i teravis. Namazi i atësis është fars, pa tjetër. Që dhe me thonë fjala fars, në rënjët e fikut, në rënjët e dispozitave të festan, ma ju thabu fa'iluhu, wa ju aqabu tarikuhu. Shqip, në qëfëse e bën, e qonë në vend farzin, shpërblehesh, në qëfëse nuk e qonë në vend farzin, dënohesh. E kundër të sunetit. Që dhe me thonë fjala sunet, nëse e realizon sunetin, shpërblehesh, nëse nuk e realizon, nuk dënohesh. Ama farzi dënohesh. Jam të folë për namazin e atësis. Pas të vjen namazin teravis. Që dhe me thonë salatot terawih, namazin terawih shqip, që i vjen? I vjen namazin me pushu, mu knaq. Këtë kotash, namazin terawih falet në mënirë shumë mirë. Ama ma herët, suna. Unë kam qenë edhe në medrese, edhe ma i ri, në ka ardhë rendi me shku imamën, në disa fshatra më rreda Maqedonisë, e mbaj mend në atë kohë ishtë sa ma shpejt me falë teravih. Unë e falë që shpejt si imam, i ri, djali i ri, 16 vjetë, 17 vjetë. A të tregoj drejtë, vallahi, nuk më ka duk asë njerë interesant dhe mirë. Ama trendi, ta imponon. Alhamdulillah, kena përvisime. Nëse e falë, për shembull nga dalë, xhamati, o xha, ka pa mundësi pak ma shpejt. Ama tash trendi, të ne, në përgjithësi jam duke folë, është me e falë namazin nga dalë. Pse se me u qetësu, me pushu. Pastaj punë e ditë, po nuk ove pa tjetër me e falë 20 reqatë nëse nuk mundësh, nëse nuk ke punë, nëse ke punë, nëse ku e djunë, qëfar gajle ke. Po i falë 4 reqatë dhe nëse, ama mirë i falë.
I fal 8, edhe shkon, i fal 12, edhe shkon. Po me i fal 20 është më mirë. Me fal namazin komplet është më mirë. Se ku e kemi lidhjen tonë me Zotin? Gjatë muajit Ramazan ose gjatë 24 orë. Edhe njerë po kthehemi të rëndisim prapë. Si firin me kohë. Namazin e sabahut në kohë me mundësi në xhami. Me pas mundësi me ndejt ma sabahut në xhami, deri të falim drejtat salatu dua, do ishtë më mirë. Po nëse nuk kemi mundësi, kthehemi në shtëpi ose shkemi punë. Në krejt këtë bisedë dhe muhabet i kemi haru një çështje. Gjumi dhe Ramazani. Shive në mundi me mëra me fletë ma sabah deri në iftar, ama nuk kanë rregull. Namazi. Po ka mundësi dikush thotë, hoxha vllai nderuar, unë zgjohem, e fali drekën, prap bi me fletë. E fali ikindin, prap bi me fletë. Edhe kjo nuk kanë rregull. Në rregull nuk ka, ama nuk prishet Ramazan. Nuk prishet Ramazani, po nuk kanë rregull. Logjika e shëndosh nuk e pranon. Se ndonjëherë njeriu lufton me veten, Po dhe po. me emocionet dhe me qefet e zemrës dhe shpirtit që i ka. Shumë qefe ka njeriu. Shumë filozofia ka njeriu. Tash unë agjerushëm jam se më kanë thonë xhallar nuk prishet. Po këtë rregull, nuk prishet Ramazani, këtë rregull. Ama ku është e Ramazani më i mirë? Kualitativ. Ka Ramazan e Ramazan. Po dhe po. E tash Ramazani ma kualitativ atë që fjallin që e përmendi, si firin kohën e vetë, namazin xhami, sa ma pak gjumë, ma shumë i lidhur me lexim të Kuranit, ma shumë i lidhur me namaz, me ligjerata, iftarin kohën e vetë, edhe namazin e taravis me falë. Në brenda kësaj, kemi edhe punë tjera në brenda 24 orëve që mund me do. Vizita të farefisi, vizita të njerëzit e sëmur, prezenca janë në për xhamia ku ka do një vdekje, është respekt për njerëzit që kanë mërzi, leximi i Kuranit dhe dhënia e sadakas. Mos ta na shkalojmë këtë punë. Dhënia duhet me qenë bamirës. O shqiptarit nuk i ka hije mos me qenë bamirës. Jam të fol për pjesën e njerëzve që janë lëkura ime, o gjuha ime, o ajo loçka ime. Shqiptarin, Zoti që na ka kriju këti puna. Nëse ka nevojë, duhet me bë potere për këtë punë. A mi qartë? Do me thonë tash ne, si popull këtu, me cënë duhet me qenë lidhur? Duhet me qenë lidhur me Zotin. Po së sërishin këtë mua. Pse? Se Zoti e kërkon këtë. Edhe ne për të qenë të sinqert, për të qenë të mirë, po që do një gabim i vogël ka ndodhur, po që e bëmërësia, që dhënja, a ne si popull jemi dërdhansë. Edhe shumë i nati mu më vjen, populli jemi shqiptar, që janë musliman këtu, mos me qenë dërdhansë. O, nuk ka pa tjetër me dhonë miliona, as 100.000, as 50.000. O, 10 dinar me dhonë të tamam. Po se cili me dhonë ka vetë. Kina nevoj për se vapen, ama ka nevoj populli janë për ndirë. Një rrugë të mirë me regullu, një shkollë të mirë me merimetu, me ndërtu dhe një treja ndë ma mirë. Një spital me renovu, një xhami me ndërtu, një student me ndihmu, një jetim me ndihmu. A pak kemi ku ndihmojma, sa duesh kemi. A duam. A nëse duam, mundësit i ke. Se mundësit e ndihmës nuk në varën të sa kam, sa ke dëshirë me dhanë. A ke dëshirë me dhanë. Me mundësi. Ato varë që ka kanë ardhë, ja, Rasul Allah, i kanë thonë, oj, dërgari Zotit, to pasanikat, Në shkull. në shkull, unë e hiqë asë gjanë s'pe apo të kam 1 milion e japë. I ka thonë, nëse ata japin, ti bandua edhe përmend e Zotit. Thuj subhanallah, thuj alhamdulillah, thuj Allahu akbar, i arin edhe ata.
Kjo pra ishte 24 orë që po jo hoqë. Po me siguri kemi halu diçka, që në njerëz jemi. Po. Me qenë se ata që do të në ndëgjën me thonë, ta kishtë thonë hoxha dhe këtë, ta kishtë thonë hoxha dhe këtë, po çka me bo që së më kujtohet. Po, paravërsisht kryesore t'i Po, paravërsisht, të lidhemi me namaz, të lidhemi me Kur'an, halove, që tash më kujtu. Niftar është mirë me thirë njerëz. Sofrën me mbush me njerëz që kanë, me njerëz që s'kanë, mos mi dalu njerëzit. Te ne, unë në xhami shumë këtë teme e prejkë. Më ka thirë, e thiri. Së më ka thirë, se thiri. Kjo më nuk ka punë iftari. Kjo punë xhelozije. Më ke thirë një iftar, reciprocitet. Nuk ka në regull kjo. Nuk ka në regull. Bashat që të ka thirë, mos e thirë. Po du të shua, puna me takthia. Ai të ka thirë që ka dosh me bo se vapë. Unë e thiri dika tjetër. Unë është mirë një iftar mu taku me njerë. Me ndo, vallaj nëse ka për 2 vetë, ka për 4. Kështu ka thonë mësta. Nëse ka për 4, ka për 8. Nëse ka, kështu më ratë. është mirë që edhe iftarin t'ja mundësim ati që e meriton, nuk do me thonë që ata që kanë mos me i thirë. Edhe njerë ta them ma qartë. Njeri ju, musliman një iftari thirë, edhe atë që ka, edhe atë që s'ka. Ishte knatësi me të pas hoxhën dhe rumë. Allah të shpërblejt për 5 mare. Zotë ju rujt, Zotë ju shpërblejt, shifemi në misionet të arshmi, takimin të arshmi. Ky pra ishte hoxha i nderuar me Tush Mehmeti, e ne shifemi nesër me emisionin e radhës. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Zgjohu si firi popret Zgjohu a do mbereqet Falu, namazi është drit Falu, me zemër e shpirt Falu, namazi është drit